Shqipërisë. Dhe ne jemi shumë shpejt, besoj që do të jemi në një proces zgjedhor, qoftë në një proces të parakoshëm, por edhe nëse i referohemi... Proces zgjedhor, zgjedhje parakoshme, parlamentare? Zgjedhje parakoshme, po flasim. Unë pres... Apo do presim zgjedhje lokale të vitit të ardhshëm? Për mua kjo nuk ka rëndësi. Ne do të jemi gati sa më shpejt dhe nëse do të kemi zgjedhjet parakoshme, që do të thotë koha është dhe më e ngutshme, nëse kemi zgjedhjet lokale, kemi pak më shumë kohë, por kjo s'do të na ndalojë ne që të mirë funksionojmë dhe të kemi dinamizmin si elementin kryesor dhe meritokracinë, komunikimin, shpërndarjen e mesazhit. Bëhet fjalë për një ndryshim, po ja them plotësisht për një ndryshim të frymës dhe të mentalitetit brenda Partisë Demokratike. Mentaliteti brenda Partisë Demokratike duke se ka nisur të ndryshojë pasi në Kuvendin Kombëtar të Partisë Demokratike u zgjollën 30% të rinj, 40% gra, ishte 1500 delegatë të cilët votuan Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike. Çfarë risia sjell ky këshill për demokratët, qoftë për rinin, për angazhime të reja apo? Është pikërisht kjo. Është pikërisht vizioni që kryetari i partisë ka vendosur të paktën për këtë mandat për Partinë Demokratike. Ripërtëritja, thotë zoti Berisha. Është partia e së ardhmes. Ripërtëritja, që do të thotë ne kemi nevojë të angazhojmë shtresa të ndryshme të shoqërisë. Ne kemi nevojë të jemi më dinamik. Ne kemi nevojë të jemi edhe më meritokratik. Ne kemi nevojë të jemi edhe më të hapur. Ne kemi nevojë të jemi edhe më komunikues me qytetarët. Të kuptojmë që kemi përballë një makineri manipulimi në të gjitha aspektet, duke filluar nga propaganda dhe deri ke procesi zgjedhor. Dhe ne duhet të bëjmë maksimumin që të prodhojmë një produkt cilësor, të prodhojmë një ide për Shqipërinë, të prodhojmë një parti e cila për hir të vërtetës, në zgjedhjet parlamentare të 11 majit të vitit të shkuar, programi ekonomik i Partisë Demokratike ka qenë një ndër programet të më të mira të cilat është pasqyruar ndonjëherë ose prezantuar në një fushat elektorale që prekte çdo stres të mundshme. Por duke kuptova pse nuk u përthith aq shumë nga qytetarët. Dhe kjo platformë, derisia që po fusi me të rinjt, me gratë, me rritjen e përfaqësuesve edhe nga diaspora, apritet që programet e Partisë Demokratike të jenë më të përthithshme nga... Kjo na bën ne, Bled, që të kuptojmë në mënyrë shumë të shpejtë që kuce don, nga kush nuk u përthith. Të themi nga ky grup mosh, nga në këtë zonë elektorale, dhe kjo na bën të rifokusojmë forcat pikërisht për të qenë më organizativ dhe të jemi më efektiv në rezultatin tonë zgjedhor. Partia Demokratike ka kaluar një kalvar të madh vuajtjesh dhe përplasjesh, sidomos 4-5 vitet e fundit. Pikërisht, dhe në këtë aspekt nuk mund të prisnim një mënyrë organizimi perfekte. Kjo zgjidh pikërisht të çështje, që do të thotë që ne mund të kemi ide të mira, ne mund të kemi kandidat të mirë, por ka momente të caktuara ku në një zonë të caktuar, me sa duket elektorati s'të kupton. Duhet një boost, një shtyes, një... Që do të thotë, por ne duhet ta marrim këtë informacion. Duhet ta kemi shumë të shpejt informacionin. Informacioni shpejt na bën të reagojmë, na bën të ndrojmë strategji, na bën të fokusohemi në zona të caktuara ku na duan me patjetër. Ne kemi zona të caktuara ku kemi humbur mandat për shumë pak vota. Informacioni shpejt na bën që aty të fokusohemi shumë forca, që do të thotë që nëse përballë kemi një parti që përdor të gjitha mekanizmat shtetëror, por dhe jo vetëm, për të marrë zgjedhjet, ne na duhet të jemi të organizuar në mënyrë perfekte. Na duhet të jemi efektiv. Na duhet që të kemi të gjitha burimet njerëzore në produktivitet të plot dhe pikërisht këtë bën, të vendos të gjitha burimet njerëzore, të gjithë kapacitetin njerëzor Partisë Demokratike nëpërmjet futjes të konkurrencës, të themi të shëndetshme brenda radhë, pasi ne jemi parti e madhe. Nuk kemi një parti e vogël që duhet ja vetëm 5-6 të themi faktor për t'u aktivizuar. Është një parti e madhe, një parti e madhe ka nevojë për sisteme, ka nevojë për performancë, ka nevojë për motivim, ka nevojë për matje rezultatesh.